Përshëndetje të nderuar shikues. Memli Krasniqi ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Lajmin e bëri të ditur vetë ai në një konferencë të thirrur për medie, ku tha se Partia Demokratike ka nevojë për planifikim tjetër. Krasniqi u shpreh se të hënën do zgjidhet kryetari i ri, e siç shpreson ai në krye të kësaj partie do të jetë Bedri Hamza. Një lidership që kërkon ndryshim për Kosovën duhet të ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj sot kam vendosur që të jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur ose jam zhgënjur, po sepse dua që partia jonë ta marrë frymën e re që e meriton. Këtë jeni të sigurt të gjithë e bëj me paqe në shpirt dhe me dashuri në zemër, me dashuri për PDK-n dhe me dashuri për Kosovën. Më njerë pas dorëheqjes Memli Krasniqit nga kreu i PDK-s, ka reaguar Bedri Hamza, i cili ka falendëruar Krasniqin për kontributin e dhënë në udhëheqjen e Partisë Demokratike. Hamza ka thënë se Krasniqi me integritet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj vlerave të përbashkëta e drejtoi partinë në periudhat më të vështira. Sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë të qëndrojmë bashkuar, të përkushtuar dhe të vendosur përballë sfidave që na presin. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi ynë i përbashkët janë forca më e madhe e PDK-s dhe garancia e suksesit ton, ka thënë Hamza. Të nderuar shikues, në këto momente pritet fillojmë mbledhja e radhës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë ekipin ton. Nisë për ti tash pak më. Atë rendi ditës miratohet me 8 vota për dhe 2 abstenime. Vazhdojmë me pikën e proces verbalive. A ka dikush diçka lidhur me proces verbale 71, 72, 73, të cilat i kemi pranuar përmes emailit? Nëse s'ka hedhë në votim, kush është për? Kundër apo abstenim? Abstenim, atërë në 10 vota për një abstenim, miratohen proces verbali 71, 72 dhe 73. Për pikën e radhës, japim drejtorit fjallën. Faleminderit sekretar. Në raportet e planuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Jugut dhe Gjakov, në të cilët është evidentuar problematika e kodeve të vendvotimeve në pletvotime, dhe pas dërgimit të tyre tek kompania për shtypjen e pletvotime, e njëjta ka konstatuar se ka pasur gabime në shtypjen e kodit të vendvotime për disa vendvotime. Si dhe do mbështetur në kërkesat e planuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për dhënien e përgjigjes lidhur me ankesën e regjistruar me numër 439-2, rekomandoj formimin e komisionit i cili do të bëjë vlerësimin e pletvotime dhe përputjes së numrit të tyre në çështjen e numërimit të rezultateve, pas pranimit të materialeve zgjedhore nga KKZ. Me qëllim që të realizohet një vlerësim i detajuar lidhur me pletvotimet e përdorura, pletvotimet e papërdorura dhe numrin e përgjithshëm të pletvotimeve në komunat Mitrovica e Jugut dhe Gjakov, si dhe në komunat tjera sipas mostrimit të bazuar në metodologjinë e përcaktuar nga komisioni, është e nevojshme vendimarrja për formimin e komisionit, i cili do të bën hapjen e kutiveve dhe verifikimin e pletvotimeve. Komisioni duhet të evidentojë hapjen e secilës kuti të votimit në libra të votimit, duke përfshirë numrin e sheritave mbyllës nga QKN si dhe numrin e sheritave mbyllës pas punës së komisionit. Në funksion të përgjigjes për ankesën e PZAP-s, në PZAP, komisioni përgatit raportin detajuar dhe dorëzon jo më vonë se me datë 14 nëntor 2025 në orën 12. Ndërsa për pjesën e tjetër të komunave, komisioni duhet ta finalizojë raportin deri në fund të kësaj jave.
Andaj lidhur me këtë, sekretariati i KQZ-s ju rekomandon përbërjen e komisionit nga zyrtarët të sekretariatit si në vijë. Kreshnik Spaiu, kryesuesi i komisionit, Hafi Krasniqi antar, Bisa Kastrati antar, Emira Alushi antar e komisionit, Leri Krasniqi antar i komisionit, Rentim Rustemi antar i komisionit, Shkëlqim Regja antar i komisionit dhe Redin Kryezia antar i komisionit. Do të thotë rekomandojmë që ky komision në përbërje për të zyrtarëve të SKQZ-s të miratohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lidhur me rekomandimin se sapo e prezantova. Faleminderit. Faleminderit Besnik. Para se me jap fjalën zotit Elshani, një informacion ndoshta edhe me rëndësi për publikun. Para diku rreth një ore, ndoshta pak më shumë se një ore, kemi pranuar edhe një raport nga kompania CETIS në Sloveni, i cili raport është i detajuar për të gjitha komunat për flet votimet që i kanë printuar dhe në atë raport i saktësojnë gabimet në të gjitha dengjet që janë të flet votimeve të printuara, ku rezulton që në këto dengje janë diku votat e fundit, apo 2 votat e fundit që kanë pas numrat të vend votimeve të ndryshme, apo edhe të ndonjë qendre tjetër, por edhe disa prej tyre të zbrasta. Është shumë e rëndësishme që këtë raport, komisioni që është propozuar me rekomandim të trajtoj në përputhje me flet votimet në kutit e votimit që gjenden tani të mbyllura dhe për Mitrovicë dhe për Gjakov. Do thotë sekretariati, duke bazë profesionalizmit tyre, përvojës tyre që e kanë, dhe në bazë të këtij raportit të vlerësoj të gjitha këto flet votime se a janë të sakta. Ata i kanë jep edhe numrin e sakt që kanë ndodhur gabimet, por që megjithatë na nevojitet me ta vlerësojmë dhe të verifikojmë këtë nga kutitë e votimeve. Ky raport është preliminar natyrisht dhe e njëjta do të shërbej edhe për përgjigje në PZAP lidhur me ankesën e parashtruar. Kemi thënë edhe më herët se gabimet teknike nuk cënojnë integritetin e votës, por që lidhur me këtë do të japim një konstatim pas vlerësimit të komisionit dhe të cili është propozuar me rekomandim. Ka arë për të gjitha komunat, por raporti ka jep për shumicën e komunave që kanë ndodhur gabimet, por unë nuk e kam pa, ashtu më është nga sekretariati, po këtë do ta vlerësoj sekretariati do të në punën e tyre që do ta bëjmë sonte, nesër dhe do ta përmbledhin me një raport. Arenit. Faleminderit kryetar. E para, në raport me këtë që sapo e thatë ju, lidhur me raportin nuk kemi pranuar asnjë raport. Spaku si antar i KQZ-s nuk kanë pranuar asnjë raport zyrtar nga kompania në fjalë. Pra, çka kemi pranuar është një komunikat, të cilin ne kemi pa komunikat që është dhënë edhe publikut, si njoftim edhe përmes KQZ-s, për të cilën nuk shprehen detajisht gjitha gabimet, lëshimet që kanë mund të bëhen nga kompania e para. Prandaj konsideroj që në raport me përgjigjen në PZAP, por edhe në raport me KQZ, mendoj që kemi nevojë për raporte voluminoze dhe raporte të detajuara lidhur me çdo proces që ka mund të ndodhë në pjesën e kompanisë. Për të cilën unë konsideroj që ajo komunikat nuk është mjaftueshëm bindse në kuptimin e argumentimit të gjitha dilemave dhe diskutimeve që po zhvillohen në opinionin publik. Unë si përfaqësues i PDK-s në tash po lidhem me rekomandimin që e dha sekretariati, si përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës në KQZ, duke marrë në konsiderat disa palë zgjedhje të organizuara tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej se jam antar i KQZ-s, e di se në asnjë rast kurdo që kemi pasur ankesë në PZAP, nuk janë iniciuar krijimet e komisioneve të analizave apo hetimore përgatitëse prej KQZ-s pa një kërkesë nga PZAP-ja lidhur me një gjatë të tillë. Prandaj këto analiza dhe raporte të cilat e përfshin në një formë apo tjetër dhe bëjnë palë KQZ-n në raport me vendimarrjen e PZAP-s dhe gjykatës supreme në rastin tjetër, konsideroj që janë një hap përtej kompetencave dhe përgjegjësive që i ka KQZ-ja. Unë
kam parë po ashtu nga afër në qendra komunale të numërimit, gjitha ato fletvotime, gjitha ato, siç po quheni ju, gabime teknike që kanë ndodhur që realisht po kanë një konsekuencë politike. Ato fletvotime vrehen pra prej një vendvotimi në vendvotimin tjetër, e po ashtu prej një shkolle në shkollën tjetër. Dhe lidhur edhe me komunikatën që është dhënë për çështjen e plasimit për një qendre në qendrën vijuese, pra nëse jemi duke folë për kodin 1101 e pastaj kalimin e saj në kodin 1129, pra në një qytet, në një fshat tjetër, apo një shkollë që është 18 qendra larg apo 8 qendra larg me kode identifikuese të KQZ-s, konsideroj që duhet të shikohen mirë dhe të trajtohen mirë, sepse aludimet, sigurisht edhe opinioni publik, por edhe qytetarët në komunën e Mitrovicës konsiderojnë që ky proces tashmë është cënu integriteti zgjedhor, edhe për cilën konsideroj që meqense kërkesa është për i votim, unë do presja sot edhe nga ana e sekretariatit që të kemi një kërkesë për rivotim në këtë komunë. Dhe unë atë do ta votoja një kërkesë të tillë. Për komisione të tilla, të cilat konsideroj që e bëjmë palë KQZ në raport me BZ-n dhe Gjykatën Supreme, nuk konsideroj që duhet të miratohen këtu në KQZ. Faleminderit shumë. Dikush diçka tjetër, unë veç do të thoja se raporti nuk është vetëm për PZAP-n, po na nevojitet edhe neve si KQZ me ditë se çka ka ndodhur dhe çka ka në komision në kutit e votimit. Pas Gjykatës Supreme gjithë analizat Në rregull, PZAP-ja i ka detyrat e saj, ata kanë kërkuar një përgjigje nga ne jemi të obliguar që përgjigjen me jap sa më saktë që është e mundur dhe ma drejt sa është e mundur. Ivan? Kryetar, se nuk e di sa ishte qartë për opinionin edhe mediat këtu, dhe mendoj që këtë qartësim ne duhet ta bëjmë në komunikim direkt dhe transparent me publikun, në lidhje me raportin e fundit që ka ardhur nga kompania mbi rastet e gabimeve teknike jo vetëm në Gjakov dhe Mitrovic, por edhe në komuna tjera. Pra, nga ju tha dhe është mirë që kjo të shndrohet në një komunikim publik me publikun dhe mediat, që kemi pra fletvotime që janë shtypur me gabime njëjtë, si në rastin e Gjakovës dhe Mitrovicës, edhe në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës ku ka pasur balotazh. Dhe kjo është mirë që të bëhet sa më parë publike dhe ta den edhe publiku edhe institucione tjera. Mirë po, ne jemi në një situatë, jemi në një gjendje të një ankese që është bërë, dhe duhet dinë edhe institucione tjera që kjo situatë, pra këto gabime teknike që kemi thënë, ne gjithë edhe kolegët dinë që gabime teknike të shtypjes dhe asgjë më shumë, të dihet, të jetë transparent ai proces, që të mos ketë asnjë keq kuptim, sepse nuk ka asgjë më shumë dhe asgjë më tepër se sa këto që janë thënë edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjes, edhe nga kompania, po edhe nga brenda departamente dhe divizione të zyrtarëve dhe ekspertëve tonë, në lidhje me gabime teknike gjatë shtypjes të këtyre fletvotimeve, dhe kur them të këtyre fletvotimeve, tashmë e kemi konfirmimin që kemi të bëjmë me fletvotime të shtypura gabim në të gjitha komunat ku ka pas balotazh. Dhe trendi mund të jetë shumë më i madh ashtu se sa në Mitrovicë, siç ishte edhe në Gjakov, që është më i madh se ai i Mitrovicës, që është dikon rreth 174, po fletvotime shtypura kundrejt asaj të Mitrovicës, që është dikon rreth 116 të mos gaboj. Po këto raporte, siç e tha dhe kolegu, pajtohem, ti vënë në dispozicion secilit prej anëtarëve të KQZ-s, po më vënë edhe në formë të një raporti ti vënë në dispozicion së më parë dhe vetë të publikut, mirë që mos të ketë amulli në këtë drejtim. Jo që ka për mua dhe për ata që di, po dikush ndoshta edhe dëshiron të krijojë një amullim lidhje me këtë drejtim, dhe edhe ne si anëtarë të KQZ-s ta kemi më të qartë në aspektin tërësisht ligjor dhe profesional këtë çështje. Faleminderit. Do pas renditës. Okej.
Faleminderit, kryetar. Ju po përmendni Mitrovicën dhe Gjakovën. Përka që këtu në rendin e ditës për shkakun thuhet se komisioni merret me vlerësimin e fletvotimeve për zgjedhjet në raundin e dytë për kryetar komune. A nën kupton kjo që merret me vlerësimin e krejt komunave që kanë qenë balotazh? Nëse po, atëherë ta kemi një përgjigje. E dyta, nëse merret vetëm me rastin e Mitrovicës dhe të Gjakovës, pse duhet me u marrë dhe me Gjakovën nëse ata nuk kanë pas një ankesë? Nëse merret komisioni edhe me vlerësimin e fletvotimeve në Gjakovë, pse nuk janë komuna tjera? Çështja tjetër për shkakun që më ngacmon mua, kolegu tha që nuk ka pas një praktik ma herët që me u kriju komisione për vlerësimin e fletvotimeve. Nëse nuk ka pas për shkakun ma herët, cila është baza, nëse guxoj me thonë ligjore, që këtë rast vendos me u kriju një komision për vlerësimin e fletvotimeve. Cila është puna, rezultati që ka me bë ky komision, apo thjesht është me kriju një përgjigje për panelin për ankesa dhe parashtresa. Dhe e fundit, me qenë se që nga dërgu raporti i kompanisë që është marrë me shtypjen e fletvotimeve, a e keni një informat se sa është numri i fletvotimeve në total që kanë pas gabime në kodin e fletvotimit? Besoj që këto pyetje është mirë me i pas, në përgjigjet në këto pyetje është mirë me i pas, edhe do duhej minimalisht që raportin e kompanisë ta kishim pas të shkruar edhe ne anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në mënyrë që dim sakt se për sa vota është fjala. Për shembull, unë tash e kuptova që në Gjakovë që nga numri më i madh i votave prej kolegut Krasniqi, se sa në Mitrovicë. Nuk e di a është kështu, as është kështu, po mund të jetë edhe kështu. Kështu që është mirë me pas krejt informacionet që duhet, në mënyrë që të dim se si me vepru. Faleminderit. Muare, për komuna tjera, edhe në rekomandim, kër e kanë shkru rekomandimin, e kanë teksu që për komuna tjera do të merren mostra, se a ka qenë një trend i njëjtë i gabimeve në printim. Është paraqitur rasti nga në ditën për Gjakovë është paraqitur rasti nga këshillat e vendvotimeve ditën e votimit, ndërsa për Mitrovicë është paraqitur në mbrëmje dhe pastaj ka vazhduar edhe ditën e nesërme. Andaj për këto dyja të kemi informacionet, ndërsa për komunat tjera duhet të shikojmë mostrat, se ka ndodhur edhe është edhe pjesë e rekomandimit. Ndërsa sa i përket praktikës për PZAP-n, që po thirreni, raporti nuk është për PZAP-n. Raporti është pikë së pari për ne. Së dyti është për prokurorin, për shkak se kjo çështje në mbrëmjen e së mërkurës është hapur në prokurori, edhe raporti duhet të jetë i detajuar për ne, për prokurorin, po që do të shërbejë edhe për PZAP-n. Se PZAP-ja e ka mundësinë vetë për me ardhë me hulumtu, por ne do të përgatisim këtë raport për ne. Ndërsa sa për numrin e këtyre ne nuk mund të konstatojmë numrin e gjithëve pa u hapur kutitë e votimit. E kemi një pasqyrë nga që thashë kemi pranuar para një ore, rreth një ore, që edhe unë nuk e kam pa, sa më ka njoftu është vetëm një Excel, dokument Excel me të gjitha informacionet, por këto sekretariati do të shikon edhe në fund do të bëjnë publike edhe për publikun, se kjo ka interes publiku me ditë për raportin, se është çështje publike. Andaj unë mendoj që ky komision duhet ta kryejë këtë punë duke filluar nga nata e sante. Besnik nëse don diçka? Jo? Ilir?
Faleminderit kryetar. E para, ju referuat prokurorisë, është mirë me tregu nëse keni kërkesë nga prokuroria për me bënë hetim tillë, ose nëse PZAP-ja ka kërku në bazë të ankesave me bënë hetim tillë. Ne parimisht nuk jem kundër çdo verifikimi. Thjesht verifikimet zakonisht janë bërë pas procesit zgjedhor dhe natyrshëm që ne i bëjmë për çështjet tona të brendshme, për nevojat tona të brendshme, por jo edhe për të kriju argumente ose alibi që i shërbejnë vendimeve të cilat të duhet hetoheshin nga vetë prokuroria apo edhe ndonjë komision i bërë nga vetë PZAP-i. Këtë çështje mendoj që janë këto dy organe që do duaj me kriju komisionin për me hetu, sepse është shumë e ndjeshme. Unë nuk po du mundal nga ona pjesa tjetër në aspektin penal të çështjes, sepse natyrshëm që kjo i takon organeve të drejtësisë, sepse ato e përcaktojnë këtë çështje. Është më rëndësi për publikun edhe me sharu atë që kanë rregullore të cilat ne punojmë me to. Rregulloret tona përcaktojnë qartë kriteret e pleqvotimit që duhet mi përmbajnë. Edhe arsyen sepse KSZ-ja i ka paraparë në rregullore në pleqvotim vendvotimet që shtypen me kodin e vendvotimit përkatës. Ne e kemi paraparë se në çdo vendvotim do të përshtatet fletvotimi me numrin serek me kodin e atij vendvotimit dhe një nga arsyet kryesore se pse është vendosur që secili vendvotim me pas fletvotimin përkatës me numër serek, atëherë është për shkak me ndalë të ashtuqujtur në treni bullgar i cili po funksionon fatkeqësisht në Kosovë. Nuk do të marrë në mbledhje me spina, me gjysmë lajme, me gjysmë informata dhe me gjysmë raporte, sa për të kriju mjegull. Në asnjë qytet të Republikës Kosovës nuk ka pas ankesa për cilën ne po flasëm për problematikën që ka ndodhur në Mitrovicën në jugut. Dhe të gjitha vendvotimet janë të mbyllura, janë të nënshkruar nga komisionerët dhe nuk ka asnjë raportim që diçka e tillë ka ndodhur me një komunë tjetër. I vetmi raportim zyrtar është i dalur nga komisionerët në qytetin e Mitrovicës lidhur me atë çfarë ka ndodhur me fletvotimet. Dhe kjo është e rëndësishme. Ta përfundoj. Informane drejt publikun se në bot gaz, para botës, gaz në bot, Ta përfundoj. Moja hallin e gazit para botës, ta përfundoj. Po së në ndalë ti mund që që drejtoj në fjalimit. Po është problemi jyti që drejton gjuhën ti. Problemi është që ne kemi një problem theksuar, se është pak më rëndësi se çka menojmë na sot këtu, e çka themi. Pak më rëndësi çfarë komisione ndërtojmë, që është më rëndësi krijimi i opinionit publik ka shi integritetit e zgjedhjeve. Për fatin të keq, ky integritet në sy të opinionit publik është i rrënuar në qytetin e Mitrovicës. Për atë çfarë kemi parë, kanë parë mediat, ka parë publiku. Dhe ne nuk mund t'i mbyllim sytë edhe të themi që ka raporte kështu, mbi atë çfarë kanë gjatur. Sepse dyshimet janë të bazuar të qarkullimit të ashtuqujtur treni bullgar në atë komunë. I mbetet edhe organeve të drejtësisë me orën përfundime, i mbetet edhe PZAP-s, ndoshta edhe Gjykatës Supreme me vendosë për këtë çështje. Por ajo që është e dhimbshme është një fakt që për qytetarët e Kosovës ky proces është i lënduar dhe integriteti i këtij procesi atje është
po të se e rënuar. Për rjedhoj, ka vetëm një rrugë për me këty atë integritet. Dhe ato është rivotimi në qytetin e Mitrovicës. Dhe unë pres me pas edhe vendime meritore dhe nga organet të drejtësisë për këtë çështje. I faleminderit. Faleminderit. Nëse veç dy çështje, se që këtë çështja e PZAP-s duhet me qenë pak më e qartë. PZAP-a ka kërku përgjigje për fletvotimet specifike. Edhe vetmja mënyrë për me jep përgjigje për këto fletvotime specifike është mu hap kutit. Edhe kutit kur hapen përmes një komisionit të cilin ne e kemi tash rekomandim. Po, për nuk mundë me jep përgjigje specifike, pa u hap kutit tash. Edhe KQZ-ja e ka profesionalizmin me vlerësu fletvotimet, originalitetin e tyre. Edhe me jep një raport për lidhur me originalitetin e fletvotimeve. Nëse ka pas ndonjë vot që është larguar nga kutit apo jo, apo është bartë, ku ta njëvone, KQZ-ja sekretariati e bën këtë çështje. Andaj ju kisha lutë çështjen e përgjigjes në PZAP, se kjo është çka po kërkohet, mos me përzi në rekomandim shumë PZAP, edhe përgatitet për PZAP. Shikoni ju rekomandimin. Prandaj nuk është mirë me është vetëm për PZAP-n, po është edhe për ne. Në rekomandimin, që keni në tavolinë thot për PZAP-n, mënyrë decisive. Po nuk kemi mundësi me jap përgjigje ndryshe, po u hap kutit. Ato janë hap për kutit, ka mujtë me qenë kushdo atje. Jo. Keni mujtë me qenë atje secili anëtari që në dhe kanë kur vinë që në rë ato do të Kupton që krejt komunat ka ardhur raporti që ka ndodhur njëri. s'ka nevojë me vërtit. Nuk ka ardhur raporti të vjen. Ty të ka raporti edhe atë ditë, edhe e konë shumë i qartë, kolegë. Informacion në raport. Atëherë dhe raporti nga kompania. Po, kolegë, do të kontribuojmë gjithë në ru integritetin e procesit. Por krizat e juja të brendshme politike, luftën e brendshme, mës në abartni këtu. Mës në abartni këtu, lene atje. Jo, s'po flerë. Uno, mirë, Alban. Mirë, uno, zëti përtesh. Konfliktin ju i lene atje. Integritetin e procesit. Faleminderit zoti kryesues. Unë po e marr fjalën edhe kam pyetje direkte. A ka dikush në KQZ apo në publik kundër raporteve të detajuara për krejt çka kanë gjohë? Kundër transparencë, a ka dikush diçka? S'ka kërkush s'peshot në i dorë të kësut. Po habitem që të kërkohet jo raporti ma vonë, jo ma herët. Nuk është i lënduar procesin Mitrovicë. Një grup njerëzish i organizuar, i orkestruar, shumë mirë, që dihet edhe nga burime, ka dalë dhe ka kundërshtu. A dini cili është kundërshtimi? Është krijuar një standard i pashkruar në Kosovë. Ka që një 15 vjeta, 20, partitë politike i pranojnë rezultatet pas zgjedhjeve. Tash po del që si pranojnë bashkështu. Pjesa ati standardi është edhe PDK-ja. Mendoj që ndër subjekte që kanë kriju këtë standard, si partitë ma tjetra, duhet më kono PDK-ja. Tash nuk po vlena i standard. Cila është arsye? A ka dikush kundër transparencës plot një raport i detajuar me gjitha qëto elemente duhet me u përgatit për KQZ-n, për përmirësime, për PZAP-ën, po për publikun është puna e parë. Ne kemi 2-3 ditë, dhe më thonë që për hapën, lajme, tërë format ndryshme. Unë pajtohem që të krijohet komision që në mënyrë profesionale e bën hetimin e të gjitha kutive. Ku ka rastet të tilla? Ne po themi që tash po e vën në pikë pyetje edhe
këto komunikatat, deklaratat e firmës që e ka bërë shtypjen. Me sa dione, nga KQZ-ja, sepse KQZ-ja e monitoron procesin e shtypjes së fletvotimeve. Këtë herë, që në dorën prej antarëve të KQZ-s, kush ka qenë për raundin e dytë në monitorim? Ju lutem, kush ka qenë? Nësë sekret. Pe bëj një pyetje, Raporte le të sjellin, askush nuk është kundër raporte, le të sjellin gjitha raportet, po jo komunikata, jo informacione bazike kështu që nuk shpërfaqen kur gjë. Unë po them le të sjellin raportet, gjitha raportet detajume, këto duhen më zbardh. Rasti i Mitrovicës, secili rast tjetër duhet më zbardh deri në fund. Faleminderit. Deri në fund i zbardh. Po raporte të detajuara, jo komunikata. Këto që kanë qenë komunikim me publik. Koleg, faleminderit. Sekretariati i Kosovës me pranë. Faleminderit, kolegun e dëgjova për çet qëllim. Pra, ju po kërkoni që të shkohet, të organizohet rivotim para se me i marrim informata. Apo? Jo, apo kërkoni që do? Po të rego, nëse kërkoni. Në, kush ka qenë? Ke qenë ti? Në cilje kanë qenë, pra, dy antarë që kujdim, Arianit Krasniqi, Alban Krasniqi, Pak rëndësishme. Jo, janë të rëndësishme. Edhe keni qenë aty, po çfarë monitorimi po atë? Të nderuar koleg, veç të vëmërën, ju po kërkoni, para se t'jen gjitha çështjet, informatat, para se t'i kemi, shkohet në rivatim, e masa ne e shohim. Unë mendoj se për me marrë një veprim t'il, duhet mas pari me konstatue çka kanë gjallë edhe pse po shkojmë në rivatim. Çka kanë gjallë? Edhe po të thoj, pe kryojmë një komision që kryon në raport që i nxjerr të gjitha gjërat. Këto ju s'pe pranoj, po dhe jo, jemi kundër këtij komisioni cila është baza ligjore. Unë mendoj që na e kemi obligim, jo komision vetëm për te, po komision edhe për votimet me asistencë, edhe për gjitha gjërat, sepse vetëm kështu, si institucion që e ka profesion zgjedhjet, ne mujme ndiku edhe në përmirësimin e kuadrit ligjor, çka duhet me fut në ligj edhe çka duhet me heq prej ligjit. Po vetëm kur i kemi të gjitha informatat edhe kur marrim vendime të bazuara në informata që janë të përpunuara në mënyrë profesionale. Cila është arsyeja mos me kriju komision edhe mos me pas gjitha informatat. Pajtohem, na duhet me pas çdo raport të detajuar. Çdo raport të detajuar duhet me pas, edhe me ditë si antar të komisionit, edhe unë po shpresoj që na e dërgojnë. Une jam për formimin e komisionit, për dërgimin e raportit në prokurori, për dërgimin e raportit në PZAP, për antarët e komisionit, edhe për ndërmarrjen e gjitha veprimeve që nxjerrin transparencë të plot mbi gjithë procesin. Faleminderit për këtë. Bora, në raport me këto monitorimin, atje dini fare mirë që fletvotimet s'ki drejt as me prek. Ato fletvotimet as këtu, kur të vinë, nuk i prekin. Pra është menaxheri kontratës, janë ekipa krejt tjetër profesionale që shkon edhe i shqyrton, i shef fletvotimet, i shef dengjet, i shef secilin detaj. Prandaj nuk është mirë kështu as me ataku një antar apo tjetrin në raport me se pas pak kam qenë njerë, kam qenë në 6 vite për me vëzhgu edhe me monitoru këtë proces. Por është pak është rëndësishme ajo çka ka ndodhur në ditën e votimit dhe çka sot na i kena si fakte edhe argumente. Kemi fletvotime me kode të ndryshme të identifikimit në klasë të ndryshme edhe në qendra të ndryshme të votimit. Prandaj këto du mu adresu edhe pe instancat edhe pe PZAP-s, këtë rast edhe pe Gjykatës Supreme, por pe KQZ-s mas pari mirë me prit informacione, raporte, plota të operatorit gjatë, që unë nuk i kam. Pra pajtohemi se duham transparencë plotë. Kaq, pjesë po lypja dhe më përgjë. Edhe pas transparencës plotë, me ndërmarrë veprime që i takojnë KQZ-s. Nuk është kërkosh kundër transparencës. As për krijimin e komisionit. Thjesht nuk duhet të interferojmë në organet të cilat janë kompetente as në PZAP,
në qovë se, unë edhe thash më herët, në qovë se ka kërku PZAP-ja një raportil, në thoni zotë kryetar, në qovë se ka kërku prokuroria një raportil, thueni, nuk mund na me bo raporte tash me interferu në vendimet e mundshme të... Po për këtë arsye, të presëm njëherë, sepse kemi... Ja, veç pak. Ja, tek raportet. Të presëm njëherë, kemi me numru fletvotimet edhe diasporës, edhe fletvotimet me kosht, vim të rezultatet përfundimtare, po janë disa ankesa në PZAP të cilat duhet me prit përgjigjen e tyre. Në qovë se ata kanë kërku për fletvotime specifike, duhet për fletvotime specifike me dha përgjigje. Për atë të cilën kanë kërku ata mundesh me ba një komision që i heton fletvotime që i ka kërku PZAP-ja në bazë të ankesave që janë ba. Nuk mundesh tash me ba raporte tjera me hinë krejt Kosovës, vetëm se dikush pas ka thonë si pas ka, për shkak që... Po kuptoj pse s'duhet me bo raport. Jo, duhet me bo raport, Të hanën mbrami edhe martja gjithë ditën është bo shumë problemi madh për numërimin në QK në Mitrovic. Edhe na tash mos me bo raport që ka ndodhur atje, por raporti duhet mu bo gjithçysh edhe mu bo publik se që ka ndodhur. Po, Kjo nuk është, është absurde me mendu me bo raport. Nuk jena ty interferu askund. Jena ty dash me bo një raport edhe me pas se çka ka ndodhur në kuti. Çka ka në kuti edhe pse ka ndodhur. Mirë, muarem e pa fjallën, unë muarem. Ato do të konë shot. Me i mujë mos më lok, do të konë shot. Na shot asje. 100% dakord, do me thonë, nuk besoj që ka njeri këtu që është kundër transparencës. Problemi është, do me thonë, transparenca a duhet me qenë plot, a duhet me qenë selektive. Tash na duhet, mendoj unë, me janë gjithë emnin kësaj. A kemi problem me komunën e Mitrovicës, ku ka një ankesë edhe një pretendim për një partije politike, e cila kërkon rivotim atje, edhe tani ky komision duhet me konstatu se çka ka ndodhur në Mitrovic, në mënyrë që edhe na me pas një raport detaju, apo tani në emën të kësaj, domethënë ka ndodhur një problem në Mitrovic, na duhet është me hyrë krejt sistemit edhe të ana degëve ose të krejt komunave të Kosovës. Pyetja jeme është për sekretariatin. A është konstatu problemi i këtyne fletvotimeve me kode në gjatë votimit, apo ma vonë? Gjatë votimit dhe në procesin e punës në qëra komunale. Do me thonë atje është konstatu. Tani, raporti i kompanis tregon sa fletvotime janë problematike, po ju duhet me pas një raport sa fletvotime janë përdorë prej qëti numri. Për shembull, sa janë përdorë Mitrovic, sa janë përdorë në Gjakov e tjere. Unë jam 100% dakord me to. Mendoj që raporti i këtij komisioni, do të thonë mundet me qenë informativ, po nuk mundet me qenë determinues me nxjerr një verdikt se çka ka ndodhur për shembull në një komunë specifike me procesin e votimit. Do me thonë është një ngjashëm pak a shumë si komisionet hetimore që krijohen në parlament, krijojnë një raport, edhe raporti jo domosdoshmërisht për shembull merret për bazë. Unë jam dakord vetëm se do me thonë është mirë me i pas saktësume, detajet, në mënyrë që kur të votojmë, do me thonë të jemi të bindun se për çka po votojmë, edhe të mos bëhemi mandej ma vonë pishman, sepse dikush ka mujt me keq përdor punën e këtij komisioni, nuk po du me përdor atë fjalinë e famshme për shembull, që kur nuk don me zgjidh një problem e krijon një komision. Unë po du me besu për shembull që komisioni mundet me qenë funksional edhe me na ndryshu neve, me zbardh sot dhe kudo për shembull se çka ka ndodhur në komunat për cilat po flasim. Mirë, nëse s'ka të këtë diçka tjetër lidhur me këtë çështje, unë e hedh në votim rekomandimin, kush është për miratimin e rekomandimit, për themelimin e komisionit. Kundër apo abstenim? Kundër. Marrëm abstenim. Okej, atëherë 9 vota për, 1 abstenim dhe 2 kundër, miratohet rekomandimi. Ka dikush diçka në pika? A kem 9 sa? Jo, na jemi një mëjtë, 2 kemë kundër dhe 1 abstenim 8.
Falet, 8 për, 2 kundër, 1 abstenim. Nëse s'ka dikush diçka në pikën e të ndryshme, me ka që përmbyllim takimin. Faleminderit.